Ditët e para të janarit 2026 po shënoi një fluks në rritje të virozave stinore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Vlorës. Pikërisht këtu u përqendrua edhe numri më i lartë i qytetarëve që kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Shefi i urgjencës, Veron Beja, thekson se fluksi është përballur me sukses. Fluksi ka qenë i lartë për këto ditë festash, mbas datës 1 ka pasur një numër të madh pacientësh që janë paraqitur kryesisht në kuadrin e virozave, me temperaturë dhe koll. Këtu nuk bëjmë përjashtim të gjitha moshat, që nga moshat adoleshente, po edhe të sëmurët kronik. Ka pasur një numër, të paktën flasim për këto javën e parë, 4-5 ditë e para të vitit të ri, ka pasur një numër shumë të madh pacientësh që janë paraqitur. Shenjat kanë qenë të një viroze, po gjithsesi janë paraqitur. Për shkak të situatës të ngarkuar, personeli ka punuar pa lodhur edhe është përballuar me sukses, pavarësisht numrit të madh të vizitave dhe fluksit të madh pacientëve. Beja thekson se shqetësim vijojnë të mbeten aksidentet automobilistike. Sipas tij, edhe në këto ditë të para të janarit janë shënuar disa raste, ndërsa duhet një ndërgjegjësim edhe më i shtuar tek qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve. Të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të mos drejtojnë automjetet në gjendje të dehur. Ajo që vëmë re, ka pasur dhe një numër aksidentesh, që për fat të keq, pavarësisht apelit që ne bëm para vitit të ri, njerëzit përsëri vazhdojnë të tregojnë pa kujdesshëm, ecin me shpejtësi, ecin me ukton të dehur, dhe bëjmë apel gjithsesi, edhe festat tani që kanë mbaruar, sepse kjo është një situatë që vazhdon, ndërgjegjësimi i njerëzve duhet të jetë në maksimum. Të kenë kujdes gjithmonë, edhe për shkak të fluksit të madh të makinave që kanë ardhur për festat e fundvitit, po edhe për jetën e tyre dhe të familjarëve të tyre. Shefi i urgjencës në Vlorë thotë se këtë vit nuk ka patur të dëmtuar nga fishekzjarret në natën e ndërimit të viteve, ndërsa rastet kanë qenë sporadike. Sipas mjekut Beja, edhe numri të dehurve ka qenë i vogël, por fluksi më i madh është ai i virozave dhe gripit. Jo, nuk ka pasur, ajo që vëmë re, domethënë si vjet nuk ka pasur të dëmtuar nga fishekzarret, po thuajse raste 1-2 raste, po mjekime të vogla, domethënë, pa komplikacione madhore. Edhe numri të dehurve i adoleshentëve që kanë ardhur nga pijet alkolike ka qenë në një masë shumë të vogël. Masa e konsiderueshme, fluksi më i madh i pacientëve ka qenë këto në kuadrin e virozave, domethënë gjendjet febrile që i quajmë ne, dhe jo ndonjë, domethënë kjo ngarkesë që është përballuar më së miri nga personeli mjekësor dhe nga stafi.